Zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri nuk janë vetëm një garë mes qeverisë dhe opozitës, por një moment vendimtar për të ardhmen e vendit. Media e djallë gjermane Die Freie Welt shkruan se këto zgjedhje do të tregojnë nëse Shqipëria do të çlirohet nga ndikimi i miliarderit George Soros dhe rridheve të tij. Sipas editorialit, Soros dhe Fondacioni i Shoqërisë së Hapur janë të përfshirë në Shqipëri prej vitesh përmes reformës të drejtësi, për të cilën The Federalist e quan si një instrument përfit për të hershtur opozitën konservatore. Kryeministri Edi Rama dhe Partia Socialiste që drejton vendin prej 12 vitesh synojnë një mandat të 4, duke përdorur të gjitha mjetet për të mbajtur pushtetin. Sipas medias gjermane, Shqipëria është ndruar në një arenë persekutimi politik ku të rinj po largohen, ekonomia është në gremin dhe drejtësia është e kapur. Një nga sulmet më të hapura është ai ndaj Sali Berishës, i cili u shpall në ngrada nga Departamenti i Shtetit pa prova konkrete. Synimi sipas Die Freie Welt ishte eliminimi i opozitës konservatore për të lejuar rrjetin e Soros të forcojë pushtetin e tyre. Ndërkohë nga ana tjetër Rusajt ka investuar miliona dollar në programe që nuk kanë ndihmuar Shqipërinë, por kanë shërbyer për të promovuar reformat që mbajnë socialistët në pushtet. Megjithatë, fitoria e mundshme me Donald Trump në SBA mund të ndryshojë situatën. Sipas Berishës, rikthimi i Trump do të ndalojë keqpërdorimin e fondeve amerikane për mbështetjen e qeverive të majta në botë. E nëse Donald Trump frenon ndikimin e Soros në rajon, ky zhvillim do të ketë pasoja për të gjithë Ballkanin. Zgjedhjet në Shqipëri do të tregojnë nëse vendi do të çlirohet nga ky diktat apo do të mbetet në kontrollin e rriteve ndërkombëtare.